A shet pa mundur mundësinë e një koalicioni? Se unë A shet pa mundur mundësinë e një koalicioni? Unë jam njëri racional, unë e shoh të mundshëm. Dëshiroj ta ketë. Po natyrisht bre. Ama a shet pa mundur kështu Nuk po shoh, po unë nuk po shoh shenja që mund ndodh, së paku drejtonte, do doja të ndodhte. Po. Si me LDK-n, si me PDK-n, si me AK-n. Me kë është e më të mundur, me kë është e më të mundur. Prirja shihet më e madhe me lidhjen demokratike të Abdexhikut. Aty po, si lidhjen demokratike të Abdexhikut. Po, ndëgja. Edhe krahu tjetër po bën betejën kundër Mexhas, kundër Abdexhikut për ta faktorizuar betejë demokratike. Natyrisht, po duhet me theksu. Edhe krahu i Gazmend Muhaxhirit, edhe krahu i Imre Ahmetit. Me lejo kushtim, nashta edhe mund të reagojnë ata. Krahu i PDK-s në LDK po thotë Buzhala. Ky në politikun nuk flas ashtu. Ky edhe është oponent i tyre në rregull. Unë po them, krahu i Gazmend Muhaxhirit, edhe Imre Ahmetit, edhe figura të tjera në LDK, që thonë se kanë 1/3 në nënshkrime për t'i shkaktuar mosbesim Abdexhikut. Po e bën këtë betejë jo për ta kundërshtuar Kurtin, po për ta rrëzuar Mexhas Abdexhikut në sytë e publikut, unë kështu së paku po e shoh. Për ta tabluar vetën në një pushtet të ardhshëm me Kurtin. Okej. Jo për t'i dhënë dimension, kuptim, identitet, as të nevojshëm që ka të ketë sot LDK-ja e ish presidentit. Për partnerët ndërkombëtar pas pak me Madoshin, por a e shet krejtësisht pa mundur? Apajtosh Viktor me çka Buzhal? Koalicion apo koalicionin me Viktor me çka thashun nuk mund të flas po pa diskutim që sa i përket LDK-s, domethënë vrejen rryma aty. Jo rryma për le LDK-n tani, LDK-n le Aridit, po ti a e shet pa mundur mundësinë për koalicion me